Në emisionin Debat në Shenja, i ftuar i radhës ka qenë kryetari i komunës së Çajirit, Izet Megjiti. Megjiti është shprehur se votuesit shqiptar kanë vlerësuar punën, angazhimin dhe përkushtimin dhe jo fjalët boshe, dhe kjo ka dhënë një mesazh për politikën dhe partitë politike. Sipas Megjitit, kreu i BDI-s Ali Ahmeti në zgjedhjet lokale ka bërë 2 gabime strategjike. E para që 6-7 komune janë ndau aleancës së Taravarit dhe aleancës së Selës, që sot shifat domethënë që janë rezultati me 0, asnjë domethënë s'kan fitu, jo fali. Dhe çështja e dytë është ndërtoi gabimi strategjik që nuk tha që në komuna tjera do fitojmë dhe do bëjmë garë në Tetov dhe Çajir, po ai tha mu më intereson Çajiri, Tetova dhe Çajiri me theks Çajiri, për tjerat pak janë të rëndësishme, dhe me që dhe ne këtu e pritëm këtë sfidë, u ballafaqum dhe edhe në Çajir edhe në Tetov bindshëm fitoi Vleni. I pyetur se kush do të jetë kryetari i koalicionit Vlen, Megjiti theksoi se kanë vendosur ta bëjmë Vlenin në mënyrë spontane, prej poshtë lart, duke kontribuar në atë mënyrë që në vazhdimsi të flitet për Vlenin dhe jo për subjektet individuale. Pra, dal nga dal vim deri te unifikimi i shëndetshëm i Vlenit, duke përfunduar edhe me një lider, tha Megjiti. I pyetur nëse nuk bëhet lider i Vlenit, a do të ishte kthyer në BDI, Megjiti tha se për të kapitulli i BDI-s është i mbyllur. Dhe dyta që duhet ta them këtu në emision, unë në Vlen nuk kum shku me kusht që a bëhem lider ajo. Mu më ka interesu, domethënë, të kontribuojnë në unifikimin e opozitës shqiptare, sjelljen e konkurrencës në kampin politik shqiptar, sjelljen e ndryshimit të shqiptarët, dhe më mjafton edhe kështu si jam. Mjaftueshëm, domethënë. Përgjigje më konkrete që nëse ju në Vlen nuk ju pranojnë për lider dhe BDI-ja ju ofron një gjë të tillë? BDI-n thash kapitulli mbyllur. Më thonë, kjo ishte përgjigje. E dyta, se përket Vlenit, as kum hi me kusht që t'jem lider, as sot nuk kam asnjë kushti për lider. Pa edhe nëse s'dhem lider, unë dhem pjesë e Vlenit dhe kontribuesi i Vlenit. Megjiti ka theksuar se në BDI nuk mund të ndodhin reformat të vërteta, pasi sipas tij, lëvizjet e fundit janë improvizime. Ndërkaq, ai u shpreh se gjëja më e keqe tani është se BDI këtë nuk e kanë humbje, por e kanë humbur shpresën për rikthim.